Në shkollën profesionale bujqësore Mihal Shahini në Corrik është vënë në funksion një fermë eksperimentale moderne, projekti realizuar me mbështetjen e Mashav, agjencisë izraelite për zhvillim. Investimi synon të ndërthurë arsimin profesional me teknologjinë moderne në bujqësi, duke krijuar mundësi praktike për nxënësit dhe fermerët shqiptar. Këtë investim e vizitoi kryeministri Edi Rama, i cili e cilësoi projektin si një hap i rëndësishëm drejt modernizimit të bujqësisë shqiptare dhe nxitjes së inovacionit. Ne kemi gjithçka na duhet, por ajo që na ka munguar për një kohë gjatë ka qenë pikërisht një fokus tek inovacioni dhe tek eksperiencat më të mira. Prandaj jam shumë falenderues miqve tanë izraelit për këtë kontribut këtu. Rama vlerësoi bashkëpunimin me ekspertët izraelit, duke theksuar se teknologjia dhe dijet moderne janë thelbësore për zhvillimin e një bujqësie më efikase dhe konkurruese. Kryeministri paralajmëroi gjithashtu firmosen e një marrëveshje të re me qeverinë izraelite për zgjerimin e bashkëpunimit në sektorin e bujqësisë dhe transferimin e eksperiencës. Kemi të gjitha shkaqet për të qenë optimist edhe për këtë program, edhe për këtë shkollë, edhe për këtë bashki që ka hedhur hapa kurajoze dhe hapa të admirueshëm në drejtim të vënies në shfrytëzim të atyre që ofron sot teknologjia. Ambasadore izraelite në Shqipëri, Galit Pegele, cilësoi projektin një gur themeli për forcimin e bashkëpunimit mes dy vendeve në sektorin e bujqësisë dhe arsimit profesional.